Pavarësisht temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të para të qershorit, qyteti i Durrësit vijon të mirëpres qindra turistë të huaj çdo ditë. Me kapele në kokë, ujë në duar dhe kamera të gatshme për të fokusuar çdo moment, vizitorët nuk i tremben vapës së verës për të eksploruar historinë mijëra vjeçare të qytetit. Amfiteatri antik, por dhe gjurmë të tjera antike të qytetit janë destinacionet më të frekuentuara, ku gjuhët e huaja dëgjohen në çdo hap. Turistët vinë nga vende të ndryshme të Europës, madje edhe më larg, duke shijuar kombinimin e plazheve të bukura me trashëgiminë kulturore që Durrësi ofron. Autoritetet vendore po theksojnë se fluksi i lartë i vizitorëve është një tregues i rritjes së interesit për Durrësin si destinacion turistik, por nga ana tjetër nuk shihet marrja e masave për kushte më të mira, përfshirë hapësira në hije, ujë apo ujita falas. Pavarësisht të nxehtit përvolues, Durrësi duket se fijon të mbetet një magnet për të huajt që kërkojnë historinë, kulturën dhe relaksin në një vend të vetëm. Turistët helitar, siç dhe njihen, të rriqen pas të bukurës, arkeologjisë, siteve arkeologjike, historisë, kulla veneciane, muret rrethuese, amfiteatri më i madh në Ballkan, forumi rrethor, termat romake dhe hamani janë disa nga monumentet më të vizituara. Durrësi numëron rreth 20 monumente të trashëgimisë kulturore dhe 12 objekte të rëndësisë të veçantë, të cilat janë të vizitueshme përgjatë vitit si nga vizitorët e huaj, ashtu dhe vendas.